të them që një 4-5 vite. Unë edhe Erald Dervishi. Po unë, më falë pak. Po unë po të them që kam qenë me babajin dhe menaxherin e Jasirit, ullur në Europian, në ndeshjen midis në Hamburg, midis Shqipërisë dhe Kroacisë. Jo Maqedonas. Falë? Jasir Asani është shqiptari Maqedonisë. E ka menaxherin, e ka pas, do të thotë, e ka pas Maqedonas. Oke, kurse tani jemi unë dhe Erald Dervishi. Tani? E po unë nuk merrem me menaxherin. 4-5 vite, jo. Kjo e njëjtë para 4-5 vite. Jo, nuk e njëjtë para 4-5 vite. Pa është shoqëri me kushëritë e mi edhe... Unë e njëjtë që kur ka ardhur te Partizani. Kushëritë e mi. Falë? Që kur ka ardhur te Partizani. Po. Edhe ka pas një zënk me publikun, po a i ka dhënë shumë golla në Partizan. Zënk me publikun? Pa ne, se ka pas, t'jedin që ka pas. Jasiri zënk me publikun. E kam familje, kam dhe klient, a kuptove? Ka ble shtëpite unë. Unë dhe Erald Dervishi jemi menaxherit të ti. Tani? Ka mbi 2 vite. Në 2 vite jo, pra se unë po them në Evropian qershor kam qenë ullur me Tjatin edhe me menaxherin e ti. Është Maqedonasa, po? Po. Po jo, më qa problemi ka? Jo, s'ka lidhje. Jo, s'ka lidhje. Si pas këti 2 vite, kur unë në qershor, kam qenë ullur me të dy në stadium. Vjet në qershor në Europian. Unë me qenë nështë, por ne... Po si se ditë këti sa vjetë që nge menaxher? Ne me që 2 vite... Po si 2 vite kura ishte me Tjatin, menaxheri Maqedonas, tani, se se kuptës, po del blof fare. A i ka ardhe Maqedonasi me ato, sepse ja ka propozu e ka lip Dubai, e ka lip Torino, e ka lip Kamos. Ti mendon që babaj do vinte me ato që... Babaj Fadili. Dhe jo me menaxherët e vërtet? Ata dalë në ty. Babaj Fadili është miku im edhe është klienti im. Bashkë me Jasir. Unë dhe Erald Dervishi prej Tiranës e menaxhojmë Jasir Asani. Jemi rregull. Ndoshta mund të ndihmosh Erald Dervishin, po formalisht nuk e besoj se ti e menaxheri Jasir Asani. Bashkë unë dhe Erald Dervishi. Pari dhe sërënësi ka. Qa rëndësi ka? Jo, thjesht nuk e besoj si informacion se... Pa qa rëndësi ka jo, rregull. Ato dalë në video, qaq. Edhe tani edhe... Dhe me thënë edhe nga menaxhimi i futbollit merrvesh. Sigurisht që po. Edhe Taulant Seferin. Kur ke pushim nga dasma. Edhe formalisht ti e Jasir Asanit, apo thjesht ti e bashkëdim si Eraldit, se ka 2 diferenca këtu? E këtu i ke shumë të drejtë. A je formalisht menaxheri Jasir? Edhe jam dim si Eraldit. Si formalisht? Formalisht menaxheri Jasir Asanit. Ne dy i menaxhojmë. Çfarë do thirrje, çfarë do email, çfarë do Instagram që ka ai, çfarë do ftesë që ka për dorën e ekipit. Këtë ne e menaxhojmë. Unë dhe Eraldi. Ama me kontratë, me ligj. Me kontratë është me Eraldin. E shef, ky është thjesht ndim si Eraldit. Po nuk mund ta thush veten që je menaxheri Jasir Asanit, kurse në kontratë nuk je ti në shkruajtur që ti je menaxheri Jasir Asanit, ka diferencë. Apo jo? Ashtu e mendon, po jo publiku që shef. Po lëremi se do të kapet me mua, lëreni moj të kapet me mua. Moj lëreni, ha? Knaqë kesh vëlla. Knaqë që me të ty. Nuk mund them unë që jam menaxheri një artisti, kurse nuk kam kontratë Pyeten që jam menaxheri ati artistit. Kur dalë. Ose talenti. Që ta përcitit e shka? Tani të Ulan Seferin e një shumë për Kumanovës. Edhe për Taulantin kemi shumë respekte, për Jasirin Taulantin me vërtet na kanë krenuar nga shqiptarët. Ti po më bën kujt mua për ato futbollistët që njeh ti, po të pyesum për ta futbollistë tjerë, për shkak hajde më jep ti mua përgjigje. Jo, më merrdi shumë mirë që ti fole për Jasirin, sepse po unë thash të vërtetën. Për shembull për Poloni, kundër Polonisë, gollin që ka dhënë Jasiri është pa diskutueshëm, më i mirë. Ore, unë folja për cilësit e Jasirit, që kur erdhi tek Partizani, ra në sy, që ishte super lojtar. Dhe gjithmonë kam folur, kur kam pas mundësi, që ai futbollist duhet të ftohej nga kombëtarët shqiptare. Dhe ja kam respektu, kam bërë madje kam bërë dhe statuse, dhe kam thënë, bravo i qoftë idealit, që nuk e pranon ftesën e Maqedonisë Veriut dhe pret në këtë ftesën, e kombëtares shqiptare. I duruari, erdhi momenti, uftua dhe bëri atë që bëri. Bravo i qoftë. Taulan Seferi ka marrë pjesë në grupet e futbollit Maqedonisë? Jo. As Taulan Seferi unë e di që jo. Nuk i ndjek me detaje. Asani, si Taulan Seferi, ne shqiptarëve të Maqedonisë na kanë krenuar shumë fushën e futbollit. Si tha Gerta... Pra se do mbëj kujtë se tani do shofi një urit e mjë. Jo. Qatë ditë që e ka ftu që ky trajneri tash që është, ne kemi qenë bashkë
Kjo që është tani. Po si ka emrin? Po ashtu zotën doli për medias. Okej, doli për medias. Doli për medias. Po më kujtohet Si unë me Iranin, ha. Okej. Po Iran tash ka shkuaj. Që një 2 muaj. Po pse do me u kap mër burri dhe ke të humbur, mos u kap. Çat ditë që ka ftu, domethënë që e ka ftu trajneri. Silvinjo. Po. Çat ditë kemi qenë në Ungari. Unë, Eraldi edhe Jasiri. Edhe i ministër më njerë me makinë. Edhe drejt ka arë në Shqipni, edhe është gëzuar. Çfarë detaje kontrate i keni bërë në Iran? Kur ata tani? Tani prej Koreas është ka qenë i lirë. Po pra, çfarë detaje kontrate i keni bërë? Me të nuk tu para kontratës. Po i di edhe sa ushite, të kushite, që shkret. Ti ka tregu Eraldi? Si Eraldi? Po pra, a ti ka tregu Eraldi? Kam Eraldi? klienta, e ka ble shtëpi për me, kam shok shtëpijes. Po tani e ke menaxhim o vlla, e ke shit shtëpia, po ai kemi shtëpia, çfarë ke ndaj më? Eraldi është menaxher, kurse edhe unë jam menaxher i tij. Po fakti që ke shoqni, edhe që keni muhabete të afërta ndoshta, nuk do të thotë që ti je patjetër menaxher, se kontrata shkruan që dikush tjetër është menaxher. Dhe përdoret fjala unë jam menaxher një artistit kur e ke të nënshkruar në kontratë që unë jam menaxher i këtij talenti. O zemra i thjesht do të kapet me mua? Jo vallaj. Po të duash të kapesh me mua, për sporta? ma të mirë, Për sporta? të kesh baza shumë të forta, me fakte, po të duash të kapesh me mua. Mos u kap me kështu. Jam menaxher, po nuk të kthej unë përgjithë se si ti më bësh mua. Si? Lorik Cana, ku ka luajtur ekipin e parë? Po nëse më thuaj, edhe ku ka jetu? Ku ka jetu? Po. Edhe ku ka luajtur ekipin e parë? Me thuaj ti se unë si di. Unë e di. Edhe Po kam pra me këndu për thuaj ti, Lurikun, po me për thuaj babën ti e se tij unë si Agimin. di, po. Edhe për Fadil Voklin kam këndu. Në diskotekën Somnia. Po. Aty janë video, aty janë kret. Çfarë bëri Lorik Cana me atë ndeshje me Zvicrën në Europian 2016? Më fal? Çfarë bëri Lorik Cana në ndeshje me Zvicrën në 2016? Apo bëjmë quiz? Po ta bëjmë dorë. Hajde bëjmë quiz. Ama jo mu Hajde bëjmë quiz. Jo mu konfrontu, po. Tani ti po do me u kap që me Demek unë zdi gjëra. Cila data ka qenë Romania dhe Tani, Shqipëria po të duhet në bëjë Lyon? unë ty, Cila a data shumë pyetemi Romania që dhe- çeke menaxher Cila futbolli, data ka sa të qenë- lë bllofare. Cila Që mos data i ka hyj qenë kësaj loje. Romania edhe kur ka jeni në Evropë, kur jeni Shqipëria në Evropë. Cila data ka qenë Romania Hyri dhe në Shqipëria? Evropë. Që luajti për Evropë, domethënë që Në Europian pra 2016-ën. Okej, cila data ka qenë? Cilën datë? Cilën datë? Që më duhet mu data, më Romania, a? Që po më duhet mu data? Kush e bëri golin e fitores me Rumanin? Ajo është me rëndësi, kush e bëri golin? Po pra, kush e bëri golin? Tani do të më kujtoj. Ti mban mend datën, po s'mban mend kush ka bërë golin e Jo, fitores? data ka qenë 16 Po rio la, 16 o qershor. labi, po rrimë 2016. burit. Po rrimë mos u kap me këto gjona, thash. Nëse do me u kap me mu, ti kesh bazat shumë të forta. Pastaj hajde Ka kapu një me sportin mu. ku gjë. Po ti mban mend datë kur është lujt, do me më kap këtë data dhe s'mban mend kush ka bërë golin e fitores. Datën e arre ditëlindjen e njerëzve të dashur, tani herë. E kupton ti me çfarë po kapesh? Edhe s'është më Po i se e ke luftën e humbur. Mos me. Kurse ke kontratë Rri. që je menaxheri i atij talentit. Mund të jesh shok i afërt, mund të jesh njëri i Po më bën afërt, kuica. Po është ndim, po jo menaxheri i një talenti, kurse se ke kontratën ligjore që je menaxheri i atij talentit. Se sa po e pranove që jo kontratë nuk kam. U ta thash që ne Po jalë po këtë ti problemin e vëllë që njerëz të ndrojnë. Kur shitemi kallëzu njerëzve? Njerëz kanë dëshira, gjona, sa ne ti dush milion njerëz mu shpreh. A më ka pak korrektësi. Jo, në të kur shitemi kallëzu shprehkurit. njerëzve, unë kam dëshira, gjona, sa ne. Po le të thot, kam dëshirë të jem menaxheri i Asir Hasanit, po jo unë jam menaxheri i Asir Hasanit kurse Ja, se ka sa kontratën. si të më pëlqy heq. Se paramendo, mos kisha unë një informacion nga jashtë, në kuptimin e gjërave, ky lirisht mund tjerë ta besojnë shembull deri diku. Si kur flutër shkon të kësi. Për ty dhe për të mirën, jo se për ne, se del keq kur thu që jam menaxheri një talenti kurse s'ke kontratë ligjore që jam S'është menaxheri talenti atë Asiri, talentit. Asiri është i afirmuar dhe ne. Jo, e kam fjalën në kuptimin e përgjithshëm Futbollistit, fjalës. po. Që mos theksoj futbollist ose kështu e përdor fjalën gjenerale. E një talenti e një profesionisti, shembull. Edhe unë kam shoqni time të afër që dëgjojnë këshillat e mia, qoftë për artistllëk, qoftë për televizion, qoftë për biznes, po nuk u them që jam menaxheri atyre. Kur s'kam kontratë ligjore që të jem menaxheri. Shka në lërë.
Ai ka rëndësi që mban mend datën kur është luajtur ndeshja. Po, kush ka bërë golin për shembull? S'ka rëndësi. Se duhet ta mbaj mend?